Nxënësit e kësaj shkolle në të cilën mësimi zhvillohet në 9 paralele, tashmë nuk do ta ndjejnë të ftohtin siç e kishin përjetuar dimrave të kaluar. Në këtë shkollë instalohet nxemja qendrore, që në mas të madhe do të përmirësojë kushtet në këtë shkollë. Në emër të timin personal si drejtor, në emër të stafit shkollës dhe në emër të nxënësve, e falenderoj shumë zoti ministrin për këto investime, janë shumë investime. Instalimi i nxemjeve qendrore, shkolla ka një sipërfaqe mbi 800 m2, ndërrimi apo sanimi i dritareve, komplet dritaret, janë diku po ashtu afër 400 m2, riparimi i dyshemeve dhe nijeve sanitare dhe disa investime tjera të cilat pra do të për momentin do të dalin në sipërfaqe me kohën, domethënë duke punuar. Në shkollën 9-vjeçare Besa, mësimin e zhvillojnë 40 nxënës, e bashkërisht me shkollën periferike të saj në fshatin Bozovc, gjithsej janë 100 filloristë, ndërkaq 24 është numri i arsimtarëve të angazhuar. Nxënësit si duket mezi po presin që mësimet e tyre t'i ndjekin në klasat e tyre me kushte më të mira, e kusht tjetër pos tyre janë më të gëzuar. Neve kemi pas shumë nevojë për këto investime, për nxemje, dhe tash që do t'i ndrojnë edhe dritaret, do të jemi më të gëzuar. Tash që do t'i ndrojnë dritaret, mendoj se do t'jetë më mirë dhe me nxemjet. Vjet nuk ka qenë më mirë, as par vet. Ftohtë ka qenë shumë. Kurse tani shpresojmë që do të jetë më ngrohtë. Në gusht të vitit 2000, shkolla Besa së bashku me shkollën e saj periferike në Bozovc është ndarë nga shkolla qendrore e fshatit Shipkovic. Atëherë ka pasur 428 nxënës, e që atëherë këndej, numri i nxënësve sa vjen e zvoglohet, thonë nga drejtoria e kësaj shkolle.